Gjatë zhvillimit të ndeshjes mes Shqipërisë dhe Serbisë, forcat e sigurisë shqiptare kanë larguar nga tribuna një flamur me logun e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ky veprim ka nxitur reagime të shumta nga përfaqësues politik dhe qytetarë në Kosovë, të cilët e kanë konsideruar si të papranueshëm dhe si një akt që cënon historinë dhe dinjitetin e luftës çlirimtare. Deri më tani, autoritetet shqiptare nuk kanë dhënë një sqarim zyrtar për këtë ndërhyrje, ndërsa në rrjetet sociale po shtohen kritikat ndaj mënyrës së menaxhimit të simboleve kombëtare gjatë ndeshjes. Publicisti Milaim Nela në një prononcim për Bota Sot ka thënë se largimin e flamurit me logon e UÇK-s nga stadiumi Air Albania gjatë ndeshjes Shqipëri-Serbi e cilëson si një veprim që thellon ndasitë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Ndonse thekson se është kundër retorikës nacionaliste në stadiume, Nela kritikon mënyrën e ndërhyrjes nga policia, përfshirë largimin e dhunshëm të një tifozi me stemën e UÇK-s në bluzë. Ai kujton se UÇK-ja nuk është organizatë terroriste, por forcë që ka luftuar për liri dhe ka pasur përkrahjen e NATO-s. Ndeshja mes kombëtares së Shqipërisë dhe asaj të Serbisë në Tiranë të shtunën që kaloi nxori edhe një herë në pa ndasitë që duken se po thellohen gjithnjë më shumë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Këtë e dëshmoi heqja gati në mënyrë të dhunshme të një flamuri të UÇK-s në një nga tribunat e stadiumit Air Albania në Tiranë. Le ta bëjmë të qartë që në krye të herës që personalisht jam kundër përdorimit të retorikës nacionaliste dhe simboleve luftarake në stadiumet e futbollit, por heqja e atij flamuri dhe në mënyrën që u bë la një shije të keqe, sidomos për mënyrën si u hoq. Po ashtu pam forcat të dendura të policisë që nxorën dhunshëm një tifoz krejt të qetë nga stadiumi vetëm se ai kishte një stemë të UÇK-s në bluzën e tij. Stema e UÇK-s mund të mos ju pëlqejë serbëve, por nuk është simboli një organizate terroriste, por simbolizon luftën e një populli që ka luftuar për lirinë e tij, luftë së cilës ju bashkua aleanca më e fuqishme në botë, ajo e NATO-s. Ushtarët e UÇK-s nuk kanë vrarë as gra as fëmijë, megjithse jo e organizuar nga shteti, pasi Kosova nuk ishte shtet, ka zbatuar me fanatizëm rregullat e luftës fair, duke mos kryer krime as në civil, gra apo fëmijë, siç ka bërë ushtria e rregullt serbe. Nuk ka asnjë ligj apo rezolutë ndërkombëtare që dënon luftën e UÇK-s apo simbolet e saj, thot Nela. Sipas tij, heqja e simboleve të luftës çlirimtare, sidomos në kryeqytetin shqiptar, përbën fyerje për gjakun e dëshmorëve dhe përkujton padrejtësisht të zhdukurit e luftës. Ai thotë se kjo po ndihmon në mënyrë të rrezikshme kriminalizimin e luftës së UÇK-s në opinionin ndërkombëtar. Nela përmendte mosreagimet e kaluara institucionale, si në rastin e dënimit të Xhakës dhe Shaqirit për simbolin e shqiponjës, duke i quajtur shenja të qëndrimit të gabuar dhe të rrezikshëm që tani sipas tij po përsëriten nga vetë shqiptarët. Në fund ai paralajmëron se nëse shqiptarët vazhdojnë të ndëshkojnë simbolet e tyre, nuk mund të ankohen më kur të tjerët i ndëshkojnë për to. Heqja e këtyre simboleve dashje pa dashje po e kriminalizon këtë luftë dhe këto simbolet në sytë e opinionit ndërkombëtar. Kjo është e pafalshme të ndodhë në kryeqytetin e shtetit shqiptar. Kjo është fyerje për gjakun e atyre që kanë dhënë jetën për lirinë e Kosovës. Është rivrasje të shtukurve që akoma nuk kanë varr. Kjo nuk duhet të bëhet nga shqiptarët. Edhe kjo i shton një fyerje tjetër shqiptarëve të Kosovës nga FSHF pas asaj që i bëri atyre duke bashkëorganizuar kampionatin evropian të futbollit të moshave bashkë me Serbinë. E pafalshme dhe anti-shqiptare.